Istogu si vendës ishte favorit i madh kundër ekipit të fundit në tabel 2 Korrikut. Dhe qysh në minutën e 4 Dervisha i shënoi duke dërguar këtë ekip në përsi dhe duke treguar se Istogu seriozisht mëton fitoren. Mirëpo në minutën e 10 të ndeshjes u akordua penalti për mysafirët. Nga pika e bardhë Besim Ademi shënoi dhe rezultati u barazua në 1-1. Edhe pas barazimit e ekipet vazhduan me lojë të hapur me që kishin nevojë të madhe për pikë dhe kjo lojë më shumë i konvenoi Istogut që e kaloi në epërsi 2-1 në minutën e 20 nëpërmjet Bajrajt, i cili shënoi nga pika e bardhë pasi paraprakisht ishte akorduar penalti për Istogun. Vetëm 2 minuta më vonë Milica i shënoi golin e tretë për ekipin vendës. Loja u qetësua pak deri në minutat e fundit të pjesës së parë. Në minutën e 40 Bajra shënoi golin e tij të dytë në ndeshje, të katërtin për Istogun. Kurse një minutë para fundit të kësaj periudhe Bajrusha e ngriti epërsinë e Istogut në 5-1, duke u bërë të ditur të gjithëve se ky ekip do të inkasojë 3 pikë nga kjo ndeshje. Në minutën e 2 të pjesës së dytë u akordua penaltia e tretë në ndeshje e dyta për 2 Korrikun. Ademi prap gjuajti nga pika e bardhë dhe prap shënoi për ta zvogluar në 5-2 epërsinë e vendësve. Në minutën e 75 epërsia e Istogut u zvoglua në 5-3 pas këtij shënimi të Berishës që ishte i pari nga loja për 2 Korrikun. Mirëpo në gjashëm si në pjesën e parë, Istogu në minutat e fundit u ngjall dhe së pari shënoi nga kjo situatë, por goli i këtij ekipi u anulua. Kurse në minutën e 90 lojën e tij të mirë Bajra kurorëzoi duke arritur hat-trick dhe duke e vulosur fitoren e Istogut 6-3.